Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit që përmi dy të dashur besimtar edhe besimtare. Vejmë në momentet e funit të kësaj dite të Ramazanit, dite e bekuar, dite e mëshirës së Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dite që inshallah shpresojmë që në darkën e këtij iftari Allahu të na regjistroj nga xhehenemi dhe inshallah temi për xhenet. Megjithse vejmë dhe dalim përpara Zotit Gjelle Gjelaluhu me gjinahe, sa dush, por vejmë përpara Zotit edhe me falje, duke thonë estagfirullah, 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 o Allah na fal, o Allah na mëshiro, se vetë ajo natyra jonë është e prerur për të kryer dhe gjinofen. Por gjinofet tona gjithmonë përballë mëshirës dhe rahmetit Zotit Gjelle Gjelaluhu, ata janë të vogla. Ne shpresojmë shumë tek mëshira Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu thot për veten e tij, jam gafur edhe rahim, falës i madh, dhënës i madh, mëshirues i madh dhe pranues i pendimit të robërve të tij. Ne patjetër që vëmë me shumë halle, me shumë telashe, por ky muaj madhrushi me Ramazanit, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka bën shumë të fuqishëm, shumë dobishëm dhe na ndihmon jashtëzakonisht kur i lidhe dhe shejtanet e mallkuar. Shohim që mosha nga më të ndryshme të agjërojnë, i përulen Zotit Gjelle Gjelaluhu natën, ditën, në për namaze, në për xhamia, në për taravih, përkushtohen njerëz të cilët kanë lënë alkoolin, kanë lënë veprat e këqija. Pra fuqia e këtij muaji është shumë e madhe. Dhe këtë fuqi e merr nga i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu. Këtë fuqi Allahu Gjelle Gjelaluhu ja dha në atë moment që e zbriti Kur'anin pikërisht në këtë muaj, i cili është udhëzim, drejtim për njerëzit, shpëtim për njerëzit, për jetën e kësaj bote edhe për jetën tjetër në ahiret. O vëllezër dashur, lut Zotin Gjelle Gjelaluhu që të pranojë inshallah agjerimin e kësaj dite, namazet e kësaj dite, sadakat e kësaj dite. Çka keni punuar të mira, Allahu t'ua pranojë të gjithëve inshallah. Dhe çka janë të këqija, lut Zotin që të na i fshijë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po dhe ju mos ngurroni në këtë prag iftari që t'i kërkoni Allahu Gjelle Gjelaluhu që t'ua fshijë. T'i kërkoni Allahut para se hapni iftarin, janë lutjet pranuara tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. O Allah më fal, o Allah më mëshiro, o Allah më begato, o Allah më pasuro, me halal, më largon haramin, më afron rrezikun halal, mirësitë dhe begatit. Mos e ndaj lutjen në këto 30 ditë, sepse me të vërtetë do të jesh prej njerëzve të falur. Allahu ka premtuar nëpërmjet gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në çdo darkë, në çdo natë të Ramazanit do të fali miliona njerëz. Dojmë dhe Zot që dhe ne timi prej këtij grupi që do të na fali Allahu. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft, Allahu i pranoft agjerimet tona. Amin, amin, amin.